Industria e prodhimit të makinave në vitin 2025-2026, midis transformimit teknologjik dhe sfidave globale. Viti 2025 e gjen industrinë e prodhimit të makinave në një nga momentet më vendimtare të historisë së saj. Për dekada me radhë, kjo industri ka qenë shtylla kryesore e zhvillimit industrial dhe ekonomik global, por sot ajo po përballet me një transformim të thellë, të diktuar nga teknologjia, ndryshime klimatike dhe kërkesat në rritje të konsumatorëve. Elektrifikimi i automjeteve nuk është më një vizion i së ardhmes, por një realitet i prekshëm. Prodhuesit kryesor po investojnë miliarda në zhvillimin e makinave elektrike, baterive më efikase dhe infrastrukturës së karikimit. Në vitin 2025, makinat elektrike nuk shihen më si produkte elitare, por si alternativa reale për masën e gjerë, duke sfiduar drejt për drejt motorët tradicional me karburant fosil. Paralelisht me elektrifikimin, inteligjenca artificiale dhe automatizimi po riformësojnë mënyrën se si makinat prodhohen dhe përdoren. Fabrikat po bëhen gjithnjë më të zgjuara, me robot dhe sisteme digjitale që rrisin efikasitetin, ulin kostot dhe minimizojnë gabimet njerëzore. Ndërkohë, automjetet vet po shndërrohen në platforma teknologjike, të pajisura me sisteme asistence dhe drejtimi gjysmë autonom, duke ndryshuar konceptin tradicional të vozitjes. Megjithatë, industria nuk është pa sfida. Krizat e zinxhirit të furnizimit, mungesa e lëndëve të para për bateritë dhe presioni për të ulur ndotjen mjedisore po testojnë elasticitetin e prodhuesve. Për më tepër, konkurenca nga kompanitë e reja teknologjike po detyron markat tradicionale të rishikojnë strategjitë e tyre dhe të përqafojnë inovacionin me ritme më të shpejta. Pas ndryshimeve të thella që shënuan vitin 2025, industria e prodhimit të makinave hyn në vitin 2026 me një drejtim më të qartë, por edhe me përgjegjësi më të mëdha. Nëse një vit më parë fokusi ishte te tranzicioni, sot vëmendja përqendrohet te stabilizimi dhe konsolidimi i një modeli të ri industrial, ku teknologjia, qëndrueshmëria dhe efikasiteti janë elementët kryesorë. Makina elektrike në vitin 2026 nuk përfaqëson më të ardhmen, por të tashmen. Prodhuesit po largohen gradualisht nga eksperimentimi dhe po përqendrohen në përmirësimin e cilësisë, jetëgjatësisë së baterive dhe uljen e kostove për konsumatorin. Elektrifikimi po shndërrohet në standard industrial, ndërsa motorët me djegje të brendshme po zënë gjithnjë më pak hapësirë në tregjet kryesore. Një tjetër zhvillim i rëndësishëm është përparimi i dukshëm drejt automatizimit dhe drejtimit autonom. Në vitin 2026, teknologjitë gjysmë autonome po integrohen më gjerësisht, duke rritur sigurinë rrugore dhe duke ndryshuar mënyrën se si njerëzit ndërveprojnë me automjetin. Makina nuk është më vetëm mjet transporti, por një hapësirë inteligjente e lidhur me botën digjitale. Megjithatë, ky përparim nuk vjen pa kosto. Industria po përballet me rregullore gjithnjë më të rrepta mjedisore dhe me presionin për transparencë në të gjithë zinxhirin e prodhimit. Në vitin 2026, qëndrueshmëria nuk është më një zgjedhje strategjike, por një detyrim i pashmangshëm. Kompanitë që nuk arrin të përshtaten me këto kërkesa rrezikojnë jo vetëm reputacionin, por edhe mbijetesën e tyre. Ndërkohë, tregu po bëhet më konkurrues dhe më selektiv. Bashkimet, partneritetet dhe ristrukturimet po shndërrohen në mjete të domosdoshme për të përballuar kostot e larta të inovacionit. Në këtë realitet të ri, fleksibiliteti dhe shpejtësia e vendimmarrjes janë po aq të rëndësishme sa trashëgimia dhe emri i markës. Në përfundim, viti 2026 shënon fazën e pjekurisë së transformimit të industrisë së prodhimit të makinave. Është një vit ku vizionet e së kaluarës testohen në praktik dhe ku e ardhmja fillon të marrë formë konkrete. Industria nuk po ecën më drejt ndryshimit, ajo tashmë po jeton brenda tij.